Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush një lajm në fakt që po qarkullon shumë në rrjetet sociale. Tani nuk ka diçka zyrtare nga ana e Gimbos apo nga ana e familjes së Gimbos, por unë kam hedhur në fakt një sy në Instagramin e Gimbos, postimet e fundit kanë qenë 24 orë përpara dhe 19 orë përpara. Pas 19 orësh nuk ka asnjë lloj postimi në Instagramin e tij. Teksa Gimbo ishte në shtëpinë e Big Brotherit, unë nuk kam dëgjuar që policia e Kosovës ka lëshuar një urdhër për arrestimin e tij, se po të lëshonte një urdhër për arrestimin e tij, me patjetër që njësitë speciale do të arinin në Top Channel dhe do ta kishin nxjerrë në fakt Gimbon nga Big Brother për të vazhduar procedurat. Një lajm i cili qarkullon në rrjetet sociale që në fakt ka mahnitur të gjithë opinionin publik, thuhet që Gimbo është arrestuar menjëherë sapo ka mbërritur dhe ka hyrë në Kosovë. Do të thënë sapo ka kaluar në Kosovë, Gimbo është arrestuar. Lajmin e ka bërë të ditur një faqe e titulluar Kryefjala, e cila do me thënë në mënyrë të detajuar e tregon se çfarë ka ndodhur me Gimbon. Nuk ka asgjë zyrtare, do me thënë nuk ka reagime as në Instagramin e Gimbos për të qartësuar gjën se çfarë po ndodh me të. Nuk ka patur asnjë lloj video që nga momenti kur Gimbo ka dalë nga Big Brother, do me thënë në fundit fotografi, deri më tani e Gimbos është me Gretën një selfie që ka bërë. Një lajm i fundit që po qarkullon me shumë shpejtësi në media dhe në rrjete sociale, ku sipas burimeve jo zyrtare, raportohet se personazhi i njohur si Gimbo është arrestuar në hyrje të Kosovës nga autoritete kompetente. Ngjarja thuhet se ka ndodhur gjatë një kontrolli në pikën kufitare, ku ai është ndaluar për verifikime të mëtutjeshme. Sipas informacioneve të para, që ende nuk janë konfirmuar zyrtarisht, Gimbo është shoqëruar nga policia dhe më pas është dërguar në mbajtje për 48 orë. Kjo masë zakonisht merret në raste kur kur nevojiten hetimet shtesë për të sqaruar rrethanat e një ngjarje. Edhe një herë më duhet ta citoj këtë pjesën. Kjo masë zakonisht merret kur nevojiten hetimet shtesë për të sqaruar rrethanat e një ngjarje. Por deri më tani, thot, nuk ka detaje konkrete mbi arsyet e ndalimit të tij. Burime jo të konfirmuara bëjnë me dije se arrestimi është kryer pa incidente dhe në mënyrë shumë të qetë, ndërsa vetë Gimbo nuk ka bërë rezistencë gjatë shoqërimit. Megjithatë, mungesa e një deklarate zyrtare nga autoritetet ka lënë hapësirë për shumë spekulime dhe diskutime në publik, ndërkohë lajmi ka ngjallur reagime të shumta nëpër rrjetet sociale, ku ndjekësit janë ndarë mes habis dhe dyshimeve. Disa kërkojnë transparencë dhe informacionet më të sakta, ndërsa të tjerët besojnë se mund të bëhet fjalë për një keqkuptim që do të sqarohet në orët në vijim. Fotot që pretendohet se janë nga momenti i ndalimit kanë nisur që të qarkullojnë në online. Do me thënë përflitet për ca foto që po qarkullojnë në rrjetet sociale, me thënë të drejtën unë nuk është se më kanë rënë në sy këto lloj fotografie, duke shtuar interesin e publikut për këtë zhvillim. Në to, ai shihet në prani të forcave të rendit, çka ka shtuar edhe më shumë dyshime se bëhet fjalë për një situatë reale.
Pavarësisht të gjitha këtyre raportimeve, është e rëndësishme të theksohet se deri në këto momente nuk ka një konfirmim zyrtar nga policia apo nga institucionet përkatëse. Për këtë arsye, të gjitha informacionet duhet të merren me rezervë deri në një deklaratë të plotë dhe të saktë nga autoritetet. Pritet që në orët në vijim të ketë më shumë detaje rreth këtij rasti, ndërsa publiku mbetet në pritje të një sqarimi zyrtar që do të zbardhë të vërtetën mbi këtë zhvillim të fundit. Në fakt, ky është lajmi që po qarkullon lart edhe poshtë që gimbon, do me thënë në momentin që ka shkelur në tokën e Kosovës, e kanë arestuar, që kjo nuk kupton, do me thënë, që për gimbon ka patur një urdhëres të lëshuar që ai të arestohet, se po të mos kishte urdhëres, patjetër që nuk do të ishte arestuar. Tani, sipas këtij lajmit, do me thënë që akoma nuk ka asnjë gjë të konfirmuar, prandaj dhe po e sqaroj që publiku ta kupton se ka fansa të gimbos që janë shumë të shqetësuar. Mua këtë lajmin ma nisën fansat, unë mundova që të pyes, do me thënë njerëz që unë njoh, që mund ta njohin gimbon, nuk kanë një informacion të tillë. Është e vërtetë që janë shumë të shqetësuar se gimbon nuk ka bërë asnjë lloj reagimi përpos, do me thënë, një fotografie që u bë me Gretën, disa story që njeriu që ka përdor telefonin e gimbos, do me thënë gjatë kohës kur Gimbo ka qenë brenda në shtëpinë e Big Brotherit, janë hedhur në Instagramin e gimbos dhe pikërisht 19 orë, dhe tani që unë po bëj këtë komentin, do me thënë kanë vajtur 20 orë, Gimbo nuk ka bërë asnjë lloj postimi në Instagramin e tij, asnjë lloj story, asnjë lloj fotografie nuk ka hedhur dhe normalisht janë shtuar dyshimet për fatin e tij. Unë uroj që ky lajm të jetë i rrejshëm, të mos të jetë lajm i vërtet. Uroj që Gimbo të ketë vrapuar për të ndihmuar shokun e tij edhe për të qëndruar pranë familjes së Gjestit në këto ditë të vështira. Uroj me zemër që mos të jetë brenda, por edhe në qoftë se Gimbo do të ishte një dëshmitar i cili do të merreshte nën hetim, sepse për të marrë në hetim i bie që, do të thënë, Gjesti ka ikë dhe më herët me Gimbon te kompania Onima, nëse bazohemi te ky lajmi, po edhe sikur të ishte si dëshmitar nuk mund të arrestohet dhe të mbahet 48 orë. Por gjithsesi, do të thënë, nuk ka asnjë gjë të konfirmuar. Unë apeloj tek të gjithë fansat e Gimbos që të jenë të qetë. Lajmi është nga një faqe kryefjala, do të thënë, është bërë viral në rrjetet sociale, pastaj e kanë marrë, e kanë hedhë edhe shumë faqe të tjera, do të thënë që lajmi ka marrë shumë lajka, shumë shejra, shumë komente, por nuk ka asnjë gjë të konfirmuar. Realisht, lëvizje nga ana e Gimbos nuk kemi, as të del që ta demanton, as të del, do me thënë, që të hedhë një fotografi dhe të qetëson fansat. Gjithsesi, për gjithë shka që ka të bëjë rreth Gimbos, unë do t'i sill të gjitha lajmet këtu në kanalin Monitor TV, më ndiqni në ditët në vazhdim.